Si ta dua Jezusin sot më shumë se sa dje. Ose do të ecni prapa ose do të ecni përpara, nuk mund të qëndroni në vend dhe prandaj do të mësojmë se si të bijem në dashuri me Jezusin dhe jo vetëm të qëndrojmë të dashuruar me Jezusin, por edhe të rritemi në dashurinë për Jezusin. Ta duash dhe të rritesh në dashurinë për Jezusin fillon me një dëshirë të zjarrt për ta njohur dhe për ta dashur atë më shumë se çdo gjë tjetër në jetë. I mbani mend vitet 80 dhe vitet 90? Ka qenë një byzylyk që e mbanin shumë njerëz, sidomos të rinjt, por edhe njerëzit më të moshuar e mbanin. E mban mend ndonjëri prej jush? Çfarë do të bënte Jezusi? Këtë kuptim kishte. Një koncept i mrekullueshëm, një kujtesë e mrekullueshme. Një mjet fantastik për të ndarë ungjillin. Megjithatë, disa agent marketingu këtë nocion qëllim mirë e shndërruan në mod. U bë diçka e modës dhe shumë njerëz po e mbanin këtë byzylyk. WWJD. U bë aq e modës sa shumë njerëz e mbanin dhe nuk e kishin idenë se çfarë kuptimi kishte. Në një mënyrë të ngjashme, edhe në dhjetën e vjetër ishte e njëjta gjë. Njerëzve në dhjetën e vjetër ju dha nga Perëndia ai që ishte urdhërimi më i madh nga të gjithë. Dhe urdhërimi më i madh përmbledh të gjithë 10 urdhërimet. Sepse nëse ju e doni Perëndin me gjithë zemër, me mendje dhe forcë, nuk do t'i shkelni 5 urdhërimet e para. Dhe nëse e doni fqinjin tuaj, por si vetvete nuk do t'i shkelni 5 urdhërimet e dyta. Pra, përmbledhja e të 10 urdhërimeve është ai urdhërimi i madh që shkrimi u dha njerëzve në dhjetën e vjetër. Ashtu siç të rinjt e kohëve moderne nuk e dinin kuptimin e WWJD-s, edhe ata e përsërisnin urdhërimin e madh, por nuk e dinin çdo të thoshte. Ata nuk e kuptuan kur përkushtimin se çfarë do të thotë ta duash Perëndin me gjithë zemër. Populli hebre në atë kohë e mbante këtë urdhërim të madh në kyçin e dorës. Në vend të orës ata mbanin këtë në kyçin e dorës. Ata e mbanin në ballin e tyre, sidomos ata që ishin fetar të flakt. Ata e gozhdonin në traun e dyerve të tyre. Ata e quani dhe ende e quajnë mezuzah. Kam një mik të shtrenjtë, një mik hebrej që nuk beson asgjë, por kur shkon në derën e shtëpisë, e puth atë dhe e prek atë. Ky është urdhërimi i madh, supozohet të mbaj urdhërimin e madh, që në dhjetën e vjetër dhe në dhjetën e re njihej si shamah. Mund ta thoni bashkë me mua? Shamah. Fjala shamah në hebraisht ka kuptimin dëgjoj ose mbaj vesh. Jo vetëm të dëgjosh me vesh, por do të thotë të dëgjosh me qëllim të mbash vesh me shumë kujdes. Dhe prandaj shamah, arsyeja pse quhet shamah është sepse fjala e parë është dëgjo o Izrael. Shamah o Izrael. Shamah. Dëgjoni me kujdes, dëgjoni me vëmendje. Nuk duhet të shpëtojë kjo që do t'ju them, nëse e themi me gjuhën që përdor unë. Dëgjo o Izrael, Zoti, Perëndia ynë është një i vetëm. Ti do ta duash pra Zotin Perëndin tënd me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me tërë forcën tënde. Dhe do ta duash fqinjin tënd por si vetvete. Fëmijët hebrenjë mësonin përmendesh këtë shamah. Sa po mësonin që të flistin. Sa po fillonin të thoshin mami ose babi, ata mësonin shamah. Në kohën e shërbesës toksore të Jezusit, rabinët kërkonin që të gjithë burrat hebrenj ta citonin shamahun 2 herë në ditë. Por gjithsesi, ashtu si fëmijët që mbanin byzylykët me thënien çfarë do të bënte Jezusi, ata nuk e kishin idenë e thellësisë së kuptimit të këtij urdhërimi. Pjesa dërmuese e hebrejve në kohën e Jezusit e citonin këtë, por jeta e tyre
ishte shumë larg dashurisë për Perëndin, me gjithë shka kishin, me gjithë forcën e tyre, me gjithë zemrën e tyre dhe me gjithë mendjen e tyre. E citonin 2 herë në ditë këtë urdhërim. Duhet ta citonin 2 herë në ditë. Ata e vendosnin në dyert e tyre dhe sa herë që ktheheshin në shtëpi e puthnin atë me zuzahun. Por gjithsesi, jeta e tyre ishte shumë larg për Perëndin, për të mos folur, për të dashur me gjithë zemër, me gjithë shpirtin e tyre dhe me gjithë mendjen e tyre. Doni prova? Kur Mesia erdhi, për të cilin u profetizua në çdo libër të Dhjatës së Vjetër, ai po vjen, kemi detaje për lindjen, për vdekjen dhe ringjalljen e tij. Kur Mesia erdhi, sipas librit të tyre, ata e refuzuan atë. Ajo që po ndodhte ishte kjo. Atë që ata po e thoshin me buzët e tyre, po e mohonin me jetën e tyre. Atë që ata po e deklaronin publikisht, ata po e mohonin në praktik. Kjo është ajo që po ndodh edhe sot, po ndodh edhe sot. Jemi larguar shumë nga të besuarit se Perëndia dëgjon gjithçka, që Perëndia di gjithçka, që Perëndia shikon çdo gjë që ne bëjmë. Ai i njeh zemrat tona dhe që ai do të na mbajë përgjegjës për çdo fjalë të kotë që del nga goja jonë. Tani do t'ju kërkoj që t'i hapni Bibla tuaja tek Mateu 22:32 deri te 39. Konteksti i këtij pasazhi, që e shohim në mënyrë të qartë këtu, është se farisejt besonin te ringjallja, që ata besonin te jeta pas vdekjes. Dhe kur ata shihnin saducejt që përfytyrojnë ata në këtë mënyrë, ata ishin të trishtuar sepse ata nuk besonin tek ringjallja. Ata mendonin se kur një njeri vdiste dhe kaq. Në shumë mënyra, sot kemi shumë saducejt për rreth nesh. Pra, saducejt po vinin që ta zinin në kurth Jezusin, që të thoshte diçka që mbështeste argumentat e tyre, që nuk ka jetë pas vdekjes, që nuk ka ringjallje, por Jezusi i bëri copa. Dhe prandaj farisejt pak a shumë filluan të mendonin me vete, po ata nuk mund të debatojnë me Jezusin ashtu si dim ne. Ne e njohim Biblën. Ne kemi mësimet e rabinëve për Biblën. Ne kemi mësuar përmendesh gjithë këto gjëra. Ne do të dim si ta zëm ngusht atë. Saducejt dështuan sepse ata nuk e njohin Biblën aq mirë sa ne. Dhe tani le ta zëm atë në kurth. Le ta kapim mat atë, sepse saducejt nuk mundun ta bënin dot. Prandaj ju erdhi ideja se nëse kishte njeri që mund të matej me Jezusin për ta zënë mat, për ta futur në kurth, që të thoshte diçka që ta bënte turmën të dilte kundër tij, nëse mund të gjenin dikë, nëse dikush mund ta bënte këtë, ai ishte një avokat. Më dëgjuat? Avokatët. Kuptoni që avokatët në atë kohë ishin të dallueshëm nga drejtuesit e kishës, ishin të ndryshëm, ishin të ndarë dhe në fakt ata konsideroheshin si njerëz më të ndershëm se sa drejtuesit fetar. Megjithatë, ky avokat i veçantë që ata kishin zgjedhur për të dalë kundër Jezusit, për të debatuar me Jezusin, në të vërtetë nuk ishte aq i ndershëm. Do t'ju tregoj se pse. Ai i kishte lejuar klientët e tij, farisejt, që ta përdornin atë për të zënë në kurth Jezusin. Prandaj, më e pakta ai kishte hipokrizi të përzier me një mas sinqeriteti. Le t'i japim atë që i takon. Por duhet të kuptoni se për farisejt, Mojsiu ishte më i madhi nga të gjithë. Asnjë nuk mund të ishte si ai, as Abrahami. Dua të them se për ta Mojsiu
ishte më i madhi, nuk ishte më të madh se Mojsiu. Në fund të fundit, ai foli me Perëndin ballë për ballë. Në fund të fundit, ati ju dhan 10 urdhërimet nga vetë Perëndia. Në fund të fundit, ai i çliroi para ardhësit e tij nga skllavëria në Egjipt. Në fund të fundit, ai kishte bërë disa gjëra të mëdha dhe ai konsiderohej si njeriu më i përulur që kishte ecur mbi tokë. Prandaj farisejt po shpresonin vërtet shumë që Jezusi të mësonte diçka që ishte në kundërshtim me Mojsiun, në kundërshtim me Dhjetën e Vjetër, në kundërshtim me shkrimin. Edhe pse, më dëgjoni pak, edhe pse më herët në shërbesën e tij, te Mateu kapitulli 5, vargjet 17 dhe 18, më herët ai u kishte thënë atyre sërish dhe sërish se ai nuk kishte ardhur që të hidhte poshtë urdhërimet, por që të përmbushte ato. Cila ishte përgjigjja e Jezusit për dinakërinë e tyre, për pyetjen e tyre dinake? Cili është urdhërimi më i madh? Pa asnjë çast hezitimi, Zoti ju drejtua Biblës së tij, Biblës së tyre, të konfirmuar herë pas here. Te shamah, thuajeni bashkë me mua. Shamah. Duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Sot do të përqendrohem tek ta doni Perëndin me gjithë mendjen tuaj. Do t'ju atregoj pse pas pak. Në mesazhet e ardhshme unë do të merrem me të tjerat. Por pse po e nis me mendjen? Sepse ta duash Perëndin me gjithë mendjen, jo vetëm me mendje, por me gjithë mendjen, do të thotë që ta duash Perëndin me intelektin tënd, që ta duash Perëndin me inteligjencën tënde, që ta duash Perëndin me një vendosmëri e me përkushtim. Dhe jo ashtu siç bënin ata në atë kohë, që e donin Perëndin vetëm me fjalët e tyre, që e donin Perëndin me ritualet e tyre, por jo me të gjithë plotësinë e qenies së tyre. Ta duash Perëndin me gjithë mendjen tënde, do të thotë që s'ka të bëj me atë që mund të marrësh nga Perëndia, apo me atë që mund të përfitosh nga Perëndia, apo se çfarë mund të fitosh nga Perëndia, por me atë që ti mund të japësh Perëndis si përgjigje ndaj dashurisë së tij për ty. Ta duash Perëndin me një dashuri që të konsumon. Dhe ta duash Perëndin me një dashuri që të konsumon, do të thotë ti bindesh fjalës së tij. Do të thotë ti bindesh atij pa kushte. Nuk është si të shkosh në një mens ku mund të zgjedhësh se të pëlqen kjo, të pëlqen ajo, por nuk të pëlqen kjo, apo nuk të pëlqen ajo. Pra do të bindem për këtë, por jo për atë. Kur ky avokat i caktuar, që kishte për klient farisejt, që po përpiqeshin ta kapnin mat Jezusin, ta ekspozonin atë si mashtrues, si dikë që ishte në kundërshtim me Biblën e tyre, që ishte në kundërshtim me Dhjetën e Vjetër, që ishte në kundërshtim me Mojsiun, kur ai shkon ta pyes Jezusin se cili është urdhërimi më i madh. Dhe ata vërtet po prisnin që ai të thoshte diçka që ishte në kundërshtim. Jezusi nuk u dha atyre asnjë gjë të re, as gjë të re. Ai nuk u dha atyre diçka që ata nuk e kishin dëgjuar kurrë më parë. Ai nuk u përpoq që t'i hipnotizonte ata me ndonjë trill verbues ose shokues, apo me ndonjë ide shumë të ndërlikuar. Jo, ju shpesh më dëgjoni ta them këtë. Kam thënë se nëse mendoni se do të predikoj ndonjë mendim genial ose ndonjë filozofi të ndërlikuar, ndonjë trill apo gjëra të tilla, ju do të zhgënjeheni shumë. Do të zhgënjeheni. Unë predikoj vetëm librin. Unë predikoj vetëm nga libri. Unë marr vetëm nga libri. Unë shtjelloj vetëm fjalën e Perëndis, sepse çdo gjë tjetër do të kaloj, por jo fjala e Perëndis. Duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë mendjen tënde. Te kjo do të përqendrohem sot, me gjithë mendjen tënde. Pse? Sepse dashuria e vërtet, dashuria e sinqert,
dashuria e perëndishme, dashuria biblike, duhet të filloj, të vazhdoj dhe pastaj të mbaroj në vdekje, me përkushtim. Dashuria juaj biblike, dashuria duhet të filloj, të vazhdoj dhe pastaj të mbaroj në vdekje, në mendjen tuaj, me intelektin tuaj, me vullnetin tuaj. Dhe kur ju e doni Jezusin, me gjithë mendjen tuaj, keni një vendosmëri nga e cila asgjë s'do t'ju shpërqendroj. Asgjë nuk do t'ju shpërqendroj. Ta doni Jezusin me gjithë mendjen tuaj, do të thotë që ai është i pari dhe më i rëndësishmi. Ai është i pari dhe më i rëndësishmi. Disa prej jush e kuptojnë se për çfarë po flas. Në vitet 80 dhe 90 kishte shumë folës motivues të krishterë, Perëndia i bekoft. Ata mbanin fjalime në përkisha, në konferenca, në konventa dhe shkruanin libra. Si ti rregulloni prioritetet tuaja, si të rregulloni jetën tuaj, si të gjithë secili prej tyre në thelb do të binte dakord për këto 4 prioritete dhe duhet të jenë sipas kësaj renditje. Perëndia, familja, puna, kisha. Perëndia, familja, puna, kisha. A ka ndonjë gjë të gabuar këtu? Jo. Por dua t'ju them se un kam dështuar tmerrsisht. Jam përpjekur ta bëj këtë, por kam dështuar tmerrsisht. Kam dështuar edhe njerëz që kam njohur. Le të tregojmë të sinqert, mirë? E keni parasysh atë lojën me prioritetet tona? Njerëzit i shënonin, e ke parasysh ajo? Inkurajim për çdo ditë, Perëndia do t'ju tregoj sepse dështova tmerrsisht. Po ashtu edhe gjithë të tjerët në fakt. Së pari kuptova që ishte e vështirë. Ishte e vështirë. Sepse ne jemi qenie fizike, mirë? Dhe ajo gjë e cila na kap syrin fizik, ajo që është e dukshme për ne, do të na tërheqë vëmendjen. Dhe mund të them familja, Perëndia, kisha, puna, me miliona herë, por s'ka për të ndryshuar asgjë sepse unë me një herë po përqendrohem tek ajo që kam përpara, tek ajo që mund të shohin sytë e mi. Kjo bëhet prioriteti im. Kjo bëhet fokusi i dashurisë sime. Vetëm nëse më dëgjoni pak, vetëm nëse jeni shumë shpirtëror. Mirë? Por më dëgjoni pak. Unë nuk jam i tillë. Nëse dikush nga ju mendon se jam shumë shpirtëror, mos krijoni iluzione, sepse nuk jam. Mund të thoni pastor, po rrofesh, po sigurisht që po rrofem, absolutisht. Në çastin që mendoni se jeni shumë shpirtëror, jeni në telashe. Pra në thelb kam dështuar dhe kam dështuar tmerrsisht. Sepse kjo e ashtu quajtura listë prioritetesh, Perëndia, familja, puna, kisha, të gjitha këto gjëra, duken shumë mirë të shkruara në letër, por nuk kanë as pak lidhje me realitetin. Së fundmi, ndërsa shkova te Zoti, plotësisht i dëshpëruar, vërtet isha duke qarë përpara Perëndisë, thash Perëndi, po dështoj çdo herë. Dhe Perëndia nuk na ka caktuar për të dështuar. Dhe më kujtohet që shëmbëllimi që më dha Zoti në atë kohë ishte ai i aksit të një biciklete. Mendoni për rrotën e një biciklete, një rrotë biciklete. Mendojeni në këtë mënyrë. Duhet të kisha patur diçka të dukshme për t'ju treguar se ç'dua të them, por përdorni imagjinatën, mirë? Nëse dashuria ime për Jezusin është aksi, çdo dashuri tjetër, telat që dalin prej këtij aksi duhet të futen dhe të dalin nga aksi. Çdo gjë është sistemuar rreth kësaj dashurie për Perëndin. Të gjitha dashuritë e tjera rrotullohen rreth dashurisë sime për Perëndin. Jezusi është qendra rreth të cilës rrotullohen të gjitha prioritetet e jetës time, të gjitha prioritetet e dashurisë sime. Jezusi është qendra
e gjithë dashurive të mia të tjera. Më dëgjoni me kujdes. Sepse përndryshe, Perëndin gjithmonë do ta trajtojmë jo në mënyrë të denjë. E dini që po ju tregoj të vërtetën. Çfarë do të marrë Perëndia? Ai do të marrë vetëm ato që mbeten. Ai do të marrë thërrimet. Por ta dua Perëndin me gjithë mendjen time, do të thotë që ai të marrë frutin e parë të ditës, jo frutin e kalbur natën kur të jemi lodhur. Do të thotë që ai të marrë frutin e parë të parave të mia, jo ato që mbeten. Do të thotë që unë do të këshillohem me të dhe do të kërkoj së pari vullnetin e tij përpara se të fillojë ndonjë sipërmarrje, ndonjë ide apo ndonjë vizion, në vend që të kaloj para tij, gjë që e kam bërë më përpara, dhe të dështoj tmerrësisht dhe t'i therras atij: Perëndi më nxirr prej kësaj. Jezusi e bëri të thjesht: nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Dëgjoni? Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Nuk do të kontrolloni dhe të zgjidhni ç'të doni. Bindja kërkon një vendim të mendjes. Vendosmëria e vullnetit është arsyeja pse themi duhet ta ndash mendjen. Duhet ta ndash mendjen. Është vendoshmëri. Në fakt fjala vendim do të thotë të shkëputësh, do të thotë që të vendosësh diçka kundër gjithë të tjerave dhe të refuzosh të tjerat. Në mesazhin e ardhshëm do t'ju tregoj se si ta doni Jezusin me imagjinatën e shpirtit tuaj. Por e fillova me mendjen sepse është thellësisht e rëndësishme. Sepse nëse e keni vullnetin dhe jeni gati, të gjitha gjërat e tjera do të shkojnë në vendin e duhur. Jam i vetëdijshëm. Shumë i vetëdijshëm. Se dështimet tona në të shkuarën janë si zinxhir që na frenojnë dhe na pengojnë që të rritemi në dashurinë tonë për Jezusin. Këtë e di nga përvoja ime. Dhe kjo është arsyeja që ndërsa e mbyll këtë mesazh, t'ju bëj thirrje që të më dëgjoni me kujdes, ju lutem. Më lejoni t'ju them diçka për gjërat që i keni menduar si të pamundura. Mund të shkruaj një libër të tërë se sa shumë gjëra për të cilat Perëndia e ka hapur derën dhe ka bërë gjëra që shumë njerëz më thoshin se ishin të pamundura. Dhe gjithmonë nuk kam thënë atyre djalli tashmë më ka thënë këtë, por unë i shërbej Perëndisë të pamundurës. Por gjithçka fillon me një vendosmëri në mendjen tuaj se do ta doni Perëndin me gjithë mendjen tuaj. Thuaj jeni bashkë me mua. Me gjithë mendjen tuaj. Pse? Sepse kjo e nderon Perëndin. Kjo e nderon Perëndin dhe kur ju e nderoni Perëndin, ai ju nderon juve. Kjo është shumë biblike. Unë nderoj ata që më nderojnë, thot Zoti.